Nuk e kam tek paketa ligjore dhe kushtetuese që është miratuar, që është anormale dhe që duhet bërë ashtu. Unë e kam tek kalimi i kompetencave, për shembull, kur prokuroria përgjon gjykatën, është tek kalimi i kompetencës, gjykatën kushtetuese. Jo, ku është shkruajtur? Ka një vendim. Përgjon gjykatën Ku kushtetuese. është shkruajtur? Si ku është shkruajtur? Ku është shkruajtur? Nga e diti. Nga e diti. Nuk bëhet shumë biseda më nga. Miro biseda kështu bëhet, se ne flasim nga e diti që është përgjuar e para gjykata kushtetuese dhe e dyta nuk e ka pranuar, nuk është e vërtet, Spaku e para, më fal. E ka pranuar. Po jo më se problemi është, shiko, problemi është që ne Spaku jemi. ka pranuar që është përgjuar, janë përgjuar anëtarët e gjykatës kushtetuese, sepse kanë pas informacionin që janë Jo, nga e di, më fal, nga e di që është përgjuar dhe nga e di që është në shkelje të kompetencave. Nga e di ti që prokurorit përgjigj gjyqtare. Po. Po në çfarë ligj është prokurori? Në cilin ligj është përjashtuar kjo gjë? Ti ke votuar. Urdhë? Ku në çfarë ligj është? Në cilin ligj përjashtohet? Ku është cili është ligji po? Sepse sistemi prokurori është në shërbim të gjykatës. Po jo më Shumë gabim, Po jo më gjyqtari një përfshihet gjyqtar në aferë korrupsioni. Po normalisht ta përgjigjesh, çfarë do bësh? Si ta bësh? Mund të edhe presidenti i Republikës mund të përgjigjet. Quhet pushtet gjyqësor, zotëri. Urdhë? Pushteti i drejtësisë quhet pushtet gjyqësor. Nuk është ajo që nuk është e parashikuar. Që është noterja e Spakut. Ja të përgjigjet Klodi se e di më mirë. Të cakton ligji. Po çdo qytetar do mund të përgjigjet. Para ligjit, Nëse nëse ka gjyqësor, sistem prokurori. Atëherë. Prokuroria është akuza është pal, një pal. Atëherë. Po e ngatron ligjin. Heton gjykatën sepse ka një çështje. Atëherë. Me lidhje me cilën çështje. Çdo gjykatë, çdo metamorfozës që tham. Nuk ka asnjë qytetar të Republikës së Shqipërisë që nuk mund të përgjigjet, të gjithë mund të përgjigjen, por duhet të përgjigjen sipas ligjit, me vendim gjykate, siç e parashikon ligji. Ka një problem zoti Sheja, unë e kam dëgjuar shumë këtë historinë që Spaku ka të drejtë të hetojë gjykatën edhe të përgjojë gjykatën. Një gjyqtar nëse ka zbatuar ligjin, është i ndershëm, është profesional, nuk ka pse i friksohet fare përgjimit dhe vëzhgimit. Le ta hetojë sa të dojë prokuroria. Nëse gjyqtari ka vendosur mbi bazë provave të faktës, po nuk është as në shkeljet ligjet. Tani mund të them diçka ju në mund të bëjë të që bën Spaku në Shqipëri pa ligj. Në Republikën e Shqipërisë, kushdo qoftë, oligark siç thot zoti Çori, politikan si që thot zoti Shehaj, gjyqtar, gazetar e tjerë me radhë, nësë është i dyshuar për vepër penale, dhe kjo problemi është që ne ja kemi dozuar jetën Spakut. Po jo mëse ja kemi dozuar fare jetën Spakut. Po jo pra jo, nuk ja kemi dozuar fare jetën Spakut. Je zotëri friksuar ti nga Spaku? Fare, jam unë friksuar, fare, është zoti Rakipi, fare, nëse dikush është në rregull me veten, me ligjin dhe me zotin, vazhdojmë për para. Do hetonte mua pa vendim gjykate. Si të hetonë, kush e ka bërë pa vendim gjykate? Kush është hetuar pa vendim gjykate? Kush e ka thënë këtë? Po nga e dini që s'ka një procedim penal. Po kush e ka pranuar? Çfarë do ishte mburr? Do hetoheshin ata, do dilnin para ligjit. Populizmit për thënë fjalë ajër, asnjë jo të lutem, asnjë prokuror, me një spat në Spakut e dini se po një sekond mor zotri, dakord, ne jemi të këqinj te këtij vendi, kulturat e mirë të këtij vendi, po ne të këqinj na lëni ta mbarojmë në herë fjalin. Atëherë nuk ka asnjë prokuror në Republikën e Shqipërisë nderuar që mund të përgjojë dikë pa patur një procedim penal të regjistruar dhe pa patur një vepër penale të regjistruar. Hiqeni nga mendja këtë gjë, e para fare. E dyta, nëse një prokuror pas ka hetuar ose pas ka përgjuar një gjyqtar të gjykatës kushtetuese, pushkatoplet i bëhet. Sepse në fund fare në ka një gjykatë që është tërësisht e kapur, është tërësisht e korruptuar, është pikërisht ajo gjykatë. Përjashto 2-3 kokra, pjesa tjetër janë tërësisht të kapur nga politika. Nga kush dallojmë ne? Që ne të lejojmë gjykatën kushtetuese që të shkatrojë çfarë t'i dojë qefi. E pam shumë mirë me një çështje çfarë bëri. Po lëre pra tani, po boll me këtë historinë që prokurorët vetë janë të hetueshëm zotri. Ata prokurorë aty brenda strukturës janë vetë të hetueshëm. Po pse? Po ka që thjesht është, për sa kohë është veti jetueshëm, për sa kohë është veti jetueshëm, qëfar i kërkon prokuroria është pala, mos pala. është pala, pala që shkon gjykata, që është pal, dhe kërkon përse nuk të kanë dëgjuar, dëgjo, kam parë një grup, është i përgjuar nga pala, po ta bën avokati i përgjimin e gjykatës, çfarë do bënim? Çfarë më shqetëson në këtë histori është fakti që të gjithë fillojnë dhe merren me Spaku në analizë politike etj me radhë. Në fakt askush nuk është ndalur të merret me gjykatën që thelbi në gjithë këtë histori është gjykata. Dakor? E para fare. Por nëse një gjykatë kryen shkelje, po se kush e ka kthyer diskurs publik Spakun? Spaku ka marrë kompetencat e gjykatës, prandaj është marrë.
që mund të jetoj gjyqtar dhe prokuror të caktuar, po ka detyrë funksionale. Një ekspert më të shkruan që... Që? Këta gjithë prokurorët e ekspertohen. SPAK nuk duhet të jetojnë, po jo për është ekspertit se shkretër shëqetet, dhe ti më ketër njërë mere në emision. Po, vazhdo, pa tjetër. Nuk duhet të jetojnë Nuk duhet të jetojnë gjyqtarët e SPAK-ut dhe asë prokurorët e SPAK-ut. Klodiana e thot kot këtë thot. Qëfar thot se nuk e kuptova dhe njërë të Nuk duhet të, zot, prokurorët e SPAK-ut nuk duhet të jetojnë gjyqtarët e SPAK-ut dhe asë prokurorët e Po, SPAK-ut. e kalojnë në jurisdikcion tjetër, nëse ka... Duhet ke struktur tjetër. Po, pa tjetër. Këtë po them, unë po flasë për gjykatën kushtetuese, por kalon, atëherë, me që se zonja po të shkruan, dhe unë kuptoj shumë mirë kush është, sa i përket jurisdikcionit... Jo, më këtë ti mere se është aftë... Atëherë, për të sqaruar, zoti Rakipi, se po ngatron, parimisht, e një setimi dhe nëse është brënda së një struktur, ja delegon një strukturë tjetër. është shumë e thjeshtë. Po këtu duan t'i bëjnë lëmsh gjërat në këtë histori se ju interesojnë. Jo, s'ka dhe me lëmsh. Një sekund vetëm. Është kjo dhe me këtë gjë. SPAK-u mund të jetë shumë mirë, mund punoj shumë mirë dhe ka bërë një ndryshim shumë të madh në jetën politike të vendit dhe në jetën sociale dhe në çdo gjë. Problemi është sa do mirë të ketë bërë. Çdo te kalim kompetencë, çdo te kalim pushteti është i rrezikshëm për vendin. Po cilat janë se ti po thua te kalim, cilat janë nuk e morën vesh cilat. Ta thash pra, po ky është regjimi gjyqtar. Po nuk e kanë, nuk është e para, nuk është e vërtetuar. Përdorimi i vetingut për të bërë gjyqtar, ç'është se ka pranuar ai më? Kush ka pranuar vetë prokurori? Kush e ka pranuar? Se ka shkeruar ligjin? Se ka shkeruar ligjin, po si mund të ti prokuror të pranojë që ka shkeruar ligjin dhe mos të hetohet për shkelimin e ligjit? Kjo gjykata kushtetuese që janë dhënë. A mendoni, kjo është jemi okay, se mbetemi këtu. Se mbetemi këtu. A mendoni, zoti Qori, që ka faktor të tjerë që kanë vënë në lëvizje SPAK-un, të shumë të janë ata që aludojnë se mbrapa veprimin e SPAK-ut, po i dua shkurt këtë. Janë Amerikanët. Tani që Amerikanët dhe Evropianët kanë qenë ata që kanë themeluar SPAK-un dhe GKH-n me gjithë ndikimin e tyre, kjo nuk ka pikë në diskutimit. Sa askush nuk e beson Ramën kur thot ka qenë iniciativa ime edhe unë bëra reformën drejtësi. E tani këto institucionet drejtësisë po fusin burg gjithë bashkëpunëtorët e Ramës dhe kanë përshtypjen po rrezikojnë edhe Ramën vetë. Pra që ka pasur në themelim të SPAK-ut edhe të GKH-s ndikim perëndimor nuk ka pikën e diskutimit. Çfarë po ndodh sot unë nuk di ta them sepse nuk bëj dot teori konspirative. Ama ajo duhet përsëris atë që po thoja pak më herët. Ne nuk mund ta presim zgjidhjen e çdo problemi politik nga institucione jashtë politikës dhe jashtë shoqërisë. Nuk ka për të ndodhur ajo që ka ndodhur në Panama. As në Amerikën. Agroni e thirrën ata dhe ja shkelën syrin. Sekond. Nuk ka për të ndodhur. Nuk ka për të ndodhur ajo që ka ndodhur në Panama para një 40 vjetësh, ka qenë një diktator aty. Noriega, Manuel Noriega, që amerikanët e morën me helikopter edhe arrestuar. Nuk ka për të ndodhur kjo. Më kupton? Nuk ka për të ndodhur që faktor madhor do i zën pritë Ramës jashtë kryeministrisë dhe do ta arrestojnë, kushdo qofshin ata. Kjo gjë ka për të ndodhur ose prej zhvillimit logjikshëm të punës së institucioneve drejtësisë në Shqipëri, ose prej popullit